Leka, një tjetër titull kampion, një 13 i radhë për Vllaznin. Së ishte emocione edhe sot? Po për diskutim që janë emocione, kemi thënë gjithmonë, sa që të titër, aq më tepër shtojnë emocionit, sepse puna gjithë vitit. Atje sa mundi këtyne vajzave, stafit, drejtuesi në rrot parë, mandena edhe stafit teknik dihet e punë. Por normalisht jam i gëzuar, sepse është një titull që është merituar 100% nga Vllaznia. Vllaznia 13 herë kampion, Ngjyra Leka 11 herë kampion. Sukses jashtëzakonshëm. Pa diskutim që është sukses i madh edhe jam i personal, por kjo nuk arrihet fal po s'kene stafi drejtues me krye presidenti Matia, po s'kene këto vajza, po s'kene edhe stafi teknik jemi ose stafi mjekësor që punojnë gjithë bashkarisht për që të arrijmë ta objektiva që i vend Vllaznisë vazhdimisht në fillim të vitit. Ishte më i vështirë profesor ky kampionat, ky titull? Po i vështirë, nuk ka kampionatit po vështira, se nuk t'i fal kush kampionatin, nuk t'i fal kush neshjet. Faktikisht si vjet ishin 4 skuadra në garë, 3 skuadra bashkë me Vllaznin, megjithëse na kishim gjatë kampionatit, gjatë dy fazave ishim të diferencum me pikë, por gjithsesi Final Fouri tregon fut edhe herë në lojë me 0 pikë gjitha ekipet barabarta, po këtu Vllaznia tregoi vetin që është superiore dhe ka supermaci në kampionatin shqiptar të futbollit. Jashtë spatës, dedikim, ka një Ngjyra Leka për këtë trofe dhe për të 11 titull? Dedikime janë nga më të ndryshme, janë të shumta, në radhë parë dedikoj familjes teme që më rrinë pranë gjithmonë, ja dedikoj tifozëve të shumtë të Vllaznisë që na nekun kudo, ja dedikoj ekipit, stafit tim teknik dhe stafit drejtues. Faleminderit për jush.